Edhe Kosova e ka të shënuar këtë ditë me një manifestim mjaft interesant nga brez pas brezi. Në sheshin Zair Pajaziti janë mbledhur zonja të nderuara të cilat nuk hezituan të shfaqnin talentin e tyre, duke lënë pas vetës stresin dhe përditshmërinë e punës. Një prej zonjave cila ishte pranishme e madje pjesë tash e 5 vite në brez pas brezi, tregoi rëndësinë që vallëzimi ka për të. Kemi kalu në mënyrë fantastike, jo veç sot që tradicionalisht njihet si dita ndërkombëtare e vallëzimit, por ne vite të tëra jemi pjesë të grupit Brez pas brezi, ku ushtrohet një aktivitet i lirë, që është i kombinuar me aktivitete fizike, ushtrime, por edhe valle tradicionale popullore, por edhe valle me ritëm modern. Është kënaqësi e jashtëzakonshme, një pasurim i fizikusit, botës shpirtërore, intelektuale, e cila na jep fuqi për të përballur me obligimet e përditshme jetësore. Kështu që ishte një ditë e mrekullueshme, ndoshta shiu pak u mundut na prishte, ndonse ne nuk u dorëzuan, por kalojmë çaste të bukura. Sa kemi nevojë me pas organizime të tilla ku jashtë jetës dinamike dhe stresuese, bile që të po mbledhemi bashkë? Nevoja është sikurse edhe oksigjeni. Do të thotë një aktivitet fizik, po jo vetëm fizik, i cili integron në vete shkatësi, do të thotë ushtrime fizike, intelektuale, artistike, po mendoj krahas aty në intelektuale edhe aktivitet fizik, artistik, social, është jashtëzakonisht i rëndësishëm ky aktivitet për të bërë një balancë në mes të jetës shumë stresive, profesionale, familjare edhe asaj sociale. Një prej organizatorëve ishte valltari mirënjohur Besnik Grajçevci, i cili i tha disa fjalë për kamerën në Zoom, duke dhënë edhe mesazhe që duhet patjetër t'i dëgjone. Domthonë energjia mirë, dashnia që u shpreh këtu për 1 orë gjysmë, 2 orë s'më të më përfundu për shkak shiut, e sjell edhe bereqetin, shiun që toka ka nevojë për këtë bereqet. Kënaqësi e madhe, me thonë të drejtën, ne si kërcimtar të profilit të vallëzimit, jemi të nderuar që UNESCO në bashkëpunim me kompaninë ndërkombëtare të teatrove dhe vallëzimit e ka shënuar këtë datë si datë botërore, festë botërore, domthonë një lloj ditëlindje ku të gjithë kërcimtarët dhe disiplinave të ndryshme festojnë të njëjtën ditë në këtë botën. Pavarësisht e kulturave, popujve, ngjyrave, besimeve, pra festojnë përmes lëvizjes vallëzimit. Dhe unë ke shumë i kënaqur sot që pata qytetarë që u bashkangjetën në vallëzim, fëmijë, të rritur, institucione, dhe kënaqësi për mua ishte që pata edhe profesorët e mi të vallëzimit në Fakultetin e Edukatës Fizike, ku unë kam studiuar ato dhe kam dalë nga ai fakultet, dhe ku ka më mirë se bashkë festojna. Këto elemente të vallëzimit që ne i bëjmë me vitet tona janë më së të rëndësishme për shëndetin ton fizik dhe mendor. Pra, vallëzimi, cili do lloj sport që ka jep energjinë, jep koncentrimin, disiplinën, përkushtimin ndaj qenies tonë njerëzore, emocionale, domethënë janë të domosdoshme për njeriu. Shumë pak jemi kadina me kushtuar rëndësi kësaj pune. Rrethana dhe shumë faktorë për rreth nesh jo pozitiv, po arrin të na marrin kohën dhe energjinë dhe po na dëmtojnë në shëndetin tonë, mirëqenien tonë. Pra, nëse guxoj me thonë dhe nuk besoj që gaboj, vlera njerëzore e tham është speci në zhdukje. Kur tham këto, e tham për arsye se nuk po kujdesim për veten, nuk po kujdesim për njëri tjetrin dhe e keqja po dominon gjithandej. Pra, unë mendoj, përmes kësaj rruge, përmes këtyre organizimeve, duhet sa më shumë të bashkohemi dhe të punojmë për njëri tjetrin, se vetëm bashkë meqëm dhe shnet shumë mund të esime për para, si për familjen tonë, si për shoqërinë tonë, po dhe shtetin tonë. Andaj, unë bëj thirrje, janë të vallëzojmë krejt së bashku, të lidhim durt njëri me tjetrin dhe për paqen, shëndetin tonë të
botës dhe njerëzimit. Faleminderit që ishi prezent dhe shpresoj keni marrë në emocion nga performancat tona dhe juftojmë që të shihemi në evente të tjera. Qysh tani pju paralajmëroj që festivali botëror i vallëzimit edicioni 5 realizohet në Korrek, prej 8 korriku deri në 12 korrek, pa në këtë shesh këtu. 10 shtete kemi prezent, 10 kultura të ndryshme, 10 ndjenja të ndryshme. Me ritme, emocione dhe hapa që flasin më shumë se fjalët, po e përmbyllim këtë insert kushtuar artit të vallëzimit. Në ditën botërore të vallëzimit, ju rikujtojmë edhe një herë se vallëzimi mbetet një gjuhë univerzale që na lidh përtej kufinjeve. Deri në ritmin e radhës, vazhdoni të vallëzoni.